Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë të hënë në prokurorinë e posaçme në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Ish kryeministri ka zbuluar mesazhin që u la oficerëve të OPG-s pas daljes nga godina e Spakut. Kjo zyrë shteti që paguhet me rrogat në të larta në gatishtull e Ballkanit me 7.000 euro personin nga prokurorët për meritën e veçantë se komunikojnë dhe bëjnë pazare me kriminal, do të shpallet seksion i kartelit Troplini. Në shënimin që i lash Altin Troplinit e informova se sot e tutje nga Dumani do të quajmë Altin Troplini. Kreu i PD-s ka publikuar një tjetër dokument kundër gjyqtares Irena Gjoka. Berisha tha se bëhet fjalë për një falsifikim të një kontrate të panoterizuar që u pranua si dokument zyrtar. Kjo turpron edhe shtetin e Gomarit, më falni. Por paraja denigron njerëzit në atë shkallë sa i transformon. Kjo kontrat e panoterizuar është pranuar si dokument zyrtar nga vetorët e Edi Ramës për të justifikuar paratë e saj të krimit dhe për ta mbajtur në shërbim. Kontratë qeraje e lidhur në firë sot me datën 13 shkurt 1996 në palët kontraktuese shkruajnë paraqet një kontratë të firmosur në vitin 96 dhe të lidhur sipas një kodi civil të miratuar në vitin 2015. Ata u janë drejtuar tatimeve të firit. A ekzistojnë dokumenta për këtë shumë prej 60 milion lekësh para të pista të Irenës me 5 mbiemra para krimi që mashtron, tatimet i thonë se nuk ka gjurmë në mas nishan të këtyre parave. Vetorët me 5 mbiemra e pranojnë dhe i thonë Irenës me 5 mbiemra shko dhe paguaj tatimet që nuk ke paguar në vitin 1996 për 60 milion lekë. Tani, Irena me 5 mbiemra prej 15 muajsh mbrohet nga Altin Dumani, Olsi Çela. Dhe u luziu, i cili fut dokumentat në çantën Louis Vuitton, aty ku ka futur dhe 500.000 euro që ka kërkuar si rishfet. Berisha tha se gjyqtarja e çështjes së tij Irena Gjoka po mbrohet prej 15 muajsh dhe se KLG nuk ka vepruar kundër gjyqtares.